nga një tjetër ditë këtu në Selanik. Kemi ngrënë mëngjes, na e ka bërë sërish Hekri. Let him cook now. Bato ka ngrënë gjithashtu, është veshur, e ndërkohë që po bën gati, i thash Hekrit të bëj një kërkesë ChatGPT-s që të organizoj ditën perfekte në Selanik, që të vizitojmë ku të ham, që të bëjmë e kështu me radhë. Dhe përveç kësaj ti thash të gjete top 10 attractions këtu në Selanik. Pra filluam të bëjmë disa kërkime për të kaluar një ditë tipike turistësh, jo si që kishim dje, që ishim tipike chill. Dhe e shijuam dhe ashtu. Jam duke përdorur të gjeli që tregova, që pa ta blerë, të them të drejtën, për çmimin që ka, që nuk kushton pak, më mirë të blesh atë go-to që është ajo i verdhi që kam pasur, edhe pse ngjit, sepse edhe ky ka atë efektin që ngjit. Drita këtu këtë banjën është just wow, s'kam dritë tjetër vetëm kjo drita e kësaj banjës, edhe çdo gjë duket shumë mirë. Okej, duken dhe ndonjë qukat e mia, ndonjë puçër, por që është drita shumë e bukur. Okej, do mbaroj së bëri gati dhe do vazhdojmë me çfarë na ka planifikuar ChatGPT sot. ChatGPT na kontrollon ditën, me pak fjalë, nuk e dija që të vinte dita që do ta thosha këtë gjë. U bëra gati për sot. Ky është looku i ditës, kam këto syze nga Versace që më pëlqejnë shumë. Dhe trench coat, një t-shirt, kam veshur këpucët, po kam marrë edhe një palë tjera me vete, se këtu që kam veshur vjam pa geta. Dhe kamërën, dhe jemi gati për ditën që do ta kontrolloj ChatGPT-a. Shku pra ty te White Tower, do? Okej. Edhe pra me bëu foto. Okej. You can climb to the top for panoramic view. Po. The climb is baby friendly, but you'll need to carry your baby. Ja, baby në kokër gjumit, po... Ditën e mirë, kjo është të tregu gjithë gjatë që kemi bët je. Jo, walk thot pedestrian walk in the city. Okej. Along waterfront Nikis Avenue, duke të quka ajo. Ta ajo Nikis Avenue që kemi qenë dje me dyqanet. Jo, mësë është ajo pra që i thoshe ti dhe më marë. Okej. Pastaj thot lanchet fruti di mare. Mirë. Okej, hajde pra shkojmë te White Tower edhe një herë. Apo jo? Hajde bëjmë qatë du me... Soja, Ti qikse. kalojme të kuq. Jo e bëra ti shili. Okej. A ndrojmë së të qitë, ju mandej. Okej, dalim këtej. Hajde, inshallah s'është një malore e madhe. Sigurisht si çdo herë ne jemi të parët dhe çdo gjë është mbyllur. Qelim, shtetin, Tamam, kudo që shkojmë e qeli, mire thot Hekri, por që programi i ChatGPT-s na çon tek White Tower të kulla, që quhet kulla e bardhë, by the way. Pra, ajo që thoja dje. Dhe ne thjesht jemi po humbim nga ana tjetër e lagjes tonë, se nga dy anët e tjera i kemi vizituar dje, kur zbrisim poshtë, tani po zbrisim nga kjo ana tjetër dhe do shohim. Them drejtën këtë herë, siç po shihni, nuk është se kemi shumë qef për gjëra të organizuara, Hekri me fytyrën kështu duj kafe. Me që dhe Bato po flen gjumë, mund edhe ta shijojmë, po, edhe këtu pas kam vendos gjëra për qenushat jashta. Dhe ja ku erdhëm duke u humbur në qytet, në amfiteatrin Romak të Selanikut, desha të thoja, po nese. Tani do t'ju tregoj pak më mirë. Faktikisht rënoja nuk ka shumë, po në përgjithësi edhe në disa vende që kam qenë në Greqi, vetëm besoj në Athinë që janë ruajtur më shumë, do ketë ndonjë qytet tjetër sigurisht, se nuk dua të bëj dhe të them gafa, se nuk kam vizituar gjithë Greqinë që të vlerësoj unë rënojat, po nuk është se po shoh rënoja shumë të mëdhaja këtu në Selanik. Kam parë mbetje të vogla ose gjysmë amfiteatrash e kështu me radhë.
Dhe tani t'ju tregoj pak edhe këtë këtu. Se nga shliu, se shte si ka, do jetë këtë në ndërmjet. Po, do jetë gjithë poshtë. Se kam përshtypjen këtë po e thoni aja dhe Hekrit dje që kam përshtypjen që Selanik është ndërtuar mbi rënoja, siç është ndërtuar dhe Durrësi dhe shumë gjëra tjera. Dhe ka nxjerr një pjesë, por është si në work in progress akoma, se shihet nga punimet. Ja pra miq, edhe punimet që po bëhen. Shikoni, kjo është gjithë amfiteatri, por si që tregova... Ska dhe këtë underground, më siguri ka dhe në një... Po, do ke ndoshta muze poshtë, nuk e di, po ja fuskot unë. Po se të që është në muze. Ndërtes nuk shohim për muze, kështu që ndoshta është poshtë, këtë drejt, do shohim. Dhe po diskutoja me Hekrin se si jam vendosur kolonat dhe ndoshta po bëjnë një si tip imitimi, nuk e di, do shohim. Hekri po thot që besoj që do ta imitojnë, kanë arritur të bëjnë skanimin e të gjithë amfiteatrit siç ka qenë më përpara. Ndërkohë është duke filluar dhe shiu, sot tek Bekveku i Batos ka marrë edhe mbulojsen, plasmasin e karrocës, in case. E dija që sot nuk do ishte koha shumë e mirë se kohën e kisha parë. Por gjithsesi ne do mundohemi të shijojmë maksimumin edhe sot. Ja ku janë dhe bazamentet për çuar kolonat. Dhe aty si tunele, kush e di si ka qenë, sepse nuk pas ka as një foto për shkruar. Ndoshta. Se nuk pas ka as një fotografi për shkruese siç kishte në Katania për shembull. Ose mund të ketë nga ana tjetër, shikoj se aty që ka si hyrje, që ka free. Që ka dhe muzeu aty. Hyrja këtu kushton 4 euro, por ne vendosëm mos ta bëjmë se nuk e di, nuk na ngjiti shumë që në fillim. Dhe tani po i drejtohemi sigurisht sheshit kryesor edhe asajt rrugës me dyqane deri tek White Tower. Ndoshta rrugës zbulojmë ndonjë kish. Ja ku që ka dhe një by the way. Një gjë që po më thoshte Hekri ishte për këto antenat, do t'ja u zoomoj, shikojni sa antena ka në për pallatet e Selanikut. Fix, Bërë shumë përshtyp. Si në Tiranë me depozitat e ujit. Gjithashtu dje një shok i Hekrit, kur pa qeshim Selanik në shkruajti. Po do na sugjeroj një vend në gra. Dhe gjithashtu... Po, më pa që ma konfirmoj atë, pa është si Istanbuli, pa është njëjtën gjë, po thoni me Romën. Sa është tip që ka lëviz shumë, ka shëtit, kështu që u konfirmua, një Istanbul i vogël. Dhe kështu, dhe po diskutonim dhe me Hekrin që Selaniku shumë i bukur, absolutisht, por kur ke parë shumë vende të tjera, nuk është një qytet që thua, wow! Megjithatë është i lezetshëm për të kaluar një fundjavë. Gjithashtu po diskutojmë me faktin që atmosfera jemi shumë sigurt që do jetë shumë e bukur në verë, ku dhe njerëzit shkojnë në plazh dhe ndoshta ka më shumë aktivitete, ndoshta kanë orar më të zgjatur, nuk e di. Por që i lezet. Wow, është. Gjatë fundit që kemi këtu, wow, është fort. Po, do më thënë, mbasi kemi vizitu Portugalin, çdo gjë tjetër që ka ardhur mas nuk na ka lënë mbresa, por që mua një herë që... Mend ndjesin nga Gjermania në Porto. Po. Sa zbrit. Atë e gjeni dhe në vlog. Nga depresionit gjerman. Ato mund t'i, nëse nuk na keni ndjekur në udhëtimin në Portugali, mund të shihni vlogjet që janë shumë bukura. Në atë kohë kam qenë dhe shtatzan, por që përveç kësaj u hap semafori. Për mua që kam qenë dhe në vende të tjera, në kontinente të tjera, prapë kam pak më të vështirë që të më ngeli, të më bëj përshtypje një vend. Madje mbaj mend që një moment nuk doja më të shkoja nëpër Europë, sepse kisha parë disa vende dhe më dukeshin sigurisht kopja e njëra tjetrës. Dhe vendosa që mos vizitosha më Europën, po të shkoja larg.
Por tani me Baton do I kthehemi Europës, sepse Baton nuk është se mund të përballoj udhëtime shumë të gjata gjithmonë, kështu që të shohim, akoma nuk e kemi një ide se ku do shkojmë këtë verë. Akoma jemi kështu pa plan. E din Hekri thot. Unë I kam bërë një propozim vogël, por nuk e di akoma, ju thashtë pa prenotuar gjë, nuk është se mund them, sepse janë thjesht mendime. Okay, u hap semafori. Te kjo kinemaja është duke u dhënë Memory of a Snail, është një film I animuar, të cilën jo kam këshilluar edhe në Instagram, shikojnë shumë I bukur. Dhe gjithashtu me 30 dhe 31 mars bëhej, si më thënë, festivali I verës këtu në Selanik, pra pas ka një event, fundjavën që vjen, që është dhe Bajram. Dërkonim duke kaluar në galeri, sepse filloi shiu, siç pritej, por nuk e prisja kaq shpejt. Nejse. Erdhëm në një zonë me muze. Faktikisht ja u tregova që do vinim të vizitojmë muzet për shkak të shiut, por kur ulëm në bar, unë regjistrova me slow motion na 5 minuta muhabetet bashkë dhe asgjë, iku çdo gjë përfiq. Erdhëm te kjo zona që e shihnim dje nga larg, ku është plot me muze, në mënyrë që të kalojmë pak të pjesën e ditës që po bie shi këtu. Gjithashtu isha duke ju thënë rreth faktit që këtu në Selanik sa herë ulesh për të pirë kafe ose për të ngrënë diçka, të sjellin shumë gjëra falas, si për shembull një shishe të madhe me ujë që mund të jetë. Dje na sollën ujë çezme të mbushur, sot na sollën ujë me shishe të madhe dhe gjithashtu të sjellin ëmbëlsira. Pra ti e paguan kafen, cappuccino, ato që pin 5 euro, që është goxha shtrenjtë, dhe këtë muhabet e kemi bërë dhe tek vlogjet kur kam qenë në Janin dhe në Lefkada me mamin, por që nga ana tjetër, duke përfshirë dhe ujin dhe ëmbëlsirat, të shkon pak a shumë me njëjta vlerë siç do shkonte në Tiranë nëse do ulesh diku dhe do pije kafe, do merrje ëmbëlsirë dhe do merrje ujë. E thënë kjo, këtu do fillojmë të vizitojmë disa nga muzeet dhe të shohim nga cilat janë nisje më përpara. Hekri është duke parë një burger house për të shkuar për drek, se sigurisht kemi vizituar një vend, po nuk hëngrëm burgers, po nuk provuam burgers. Nuk jemi me Hekrin, po Hekrit ja plotësojmë çdo dëshirë këtë herë. Dhe në fund, si shihni, është një anije luftimi. Mund të vizitohet kjo anija, por hyrja është pak e vogël, edhe ky bosi jonë është duke fjetur akoma, kështu që nuk e di t'ja hapim pak këtë. Më mirë është të kariosi. Ja hapim pak kështu. Dhe kjo zona që ka shumë interesante, shumë interesante. Nëse e mbani mend, si një zonë tjetër që kemi vizituar në Lisbon, që ishte plot me bare dhe me dyqane, kështu me radhë, biblioteka, librari, që për momentin nuk po më vjen emri, por do ta kujtoj. Gjithashtu duhet kuptoni që isha duke parë pak lidhur me arkitekturën e Selanikut, duke qenë se na bëri shumë përshtypje ndërtesat, stili ndërtesave të tjerë. Në 1917 pas ka rënë një zjarr shumë I madh në qytet dhe ka dëmtuar, ka rënuar pjesë më të madhe të qytetit, ndërsa në vdekje nuk ishin shumë, por kanë dëmtuar shumë banesa dhe rreth 72.000 njerëz kanë ngelur pa shtëpi, ndër të cilët 50.000 kanë qenë hebrej. Dhe
Më pas qyteti është rindërtuar sipas një arkitekti francez dhe për këtë është dhe ky stili, nuk është respektuar 100%, por pjesa më e madhe e qendrës, siç e shohim sot, është ndërtuar në ato kohë nga ky arkitekti francez. Kështu që stili është, ta quajmë francez. Futemi te muzeu i parë që është artit kontemporan. Këtu bileta kushton të 4 euro, por nëse e kombinoje me muzeun e fotografisë kushton 6 euro persone dhe ne zgjedhëm ta kombinojmë. Një tjetër kuriozitet lidhur pak me arkitekturën dhe me simbolin e Selanikut, që është kulla, më saktë kulla e bardhë që i quajnë tani, është fakti që arkitektura nuk është as greke, as romake, por është turke, sepse është ndërtuar nga turqit dhe mbahej si burg ose si vend ekzekutimesh dhe quhej më shumë quhej kulla e kuqe se sa e bardhë. Vitet e fundit, nuk e mbaj mend vitin të gënjej, është lyer kulla e bardhë dhe pastaj ka marrë emrin e bardhë. Madje thonë legjendat që kulla është dhe ka një fantazëm të një pashai turk, i cili është torturuar aty dhe vazhdon akoma dhe sot të jetojë në kullë. Ja dhe një pjesë e ekspozitës. Ekspozita ka të bëjë me faktin se si teknologjia ndikon në jetën tonë emocionale, në ndjenjat, në seksualitetin, mënyrat se si i shikojmë gjërat, i perceptojmë gjërat dhe kështu me radhë. Faktikisht është shumë kontemporane dhe lidhet shumë me kohën që jemi duke jetuar. Por vetë fjala që thash e shpjegon të gjithën, por u mundova ta shpjegoj edhe më shumë. Ja, kjo është një video game në mes të barit dhe hekrit, edhe lojtari i hekrit. Çdo gjë e punuar në këtë shfaqje është bërë me 3D ose është konceptuar vetë, nuk është përdor AI. It's your button. Kjo vepra më pëlqeu shumë. Pavarësisht ishte një fustan i varur, ku projektohej pastaj një vajzë që vesh këtë fustanin. Realizimi ishte shumë i bukur dhe shpjegimi ishte që duhet të shohim përtej fustanit, emocioneve, miritetit, lëkurës, ndjenjave, sepse një moment dilte një zemër e kuqe, e fortë, dhe kontrasti ishte realisht shumë i bukur, më pëlqeu shumë.
nëpërmjet këtyre fotove që I ka bërë vetes, tregon marrëdhëniet familjare, vështirësitë e një personi që duhet të rritet mes traditave, mes pritshmërive, kërkesave e kështu me radhë dhe më pëlqeu shumë se si e kishte realizuar koncepti, fotografia, editimi, çdo gjë, më pëlqeu shumë. Vendosa të blej një nga këto posterat dhe do t'ja shtoj koleksionit që kam bler dhe në Lisbon kush e mban mend nga vlogjet. No? No. Do ikim tam, Batolino. Buk. Mamma, domani. Po, kauri. Kemi ardhur këtu në Brothers in Law, ishte një nga vendet me burger më të këshilluara këtu në Selanik. Dje kishim parë dhe sot ecëm pak dhe arritëm. Baton e kam sistemuar këtu dhe është duke ngrënë disa nga gjërat që I kam marrë me vete. Dhe përveç kësaj këtu nuk bënin vetëm smash burgers, por bënin edhe makarona, pasta. Do t'ju tregoj se si është. Jo, ëmbëlsirën do e provojmë që s'bën. Mundësisht t'i marrim me veta që të shgërryhemi. Po, I marrim që të shgërryhemi në shtëpi. Gjithsesi njerëz, smash burger ishte shumë I mirë dhe bolognese ishte shumë e mirë, ja vlente shumë. E kuptojmë se kishte aq review se çdo gjë ishte shumë e mirë. Një gjë tjetër që doja t'ju tregoja ishte fakti që më pëlqen shumë që Selaniku është shumë karroc friendly, do me thënë trotuarët kishin të gjithë dishez dhe kjo e bënte shumë të lehtë që ti të shkoje nëpër qytet me karroc. Gjithashtu doja t'ju thej edhe diçka tjetër, po kam harruar. Se po mendoja shpartja u them se aty në tek ai vendi që po hanim kishte shumë muzikë dhe nuk mund të xhiroja në ato momente. Jam lodh pak. Në rrugicat afër White Tower nga mbrapa do keni edhe shumë kisha të bukura. Kemi kaluar në disa me baton, por nuk arrita dot të filmoj siç duhet. Kështu që keni parasysh, kjo është zona perfekte nëse doni të kaloni ditën mes kishave, ushqimit dhe shoppingut. Mund të them që Selaniku për sa I përket shoppingut ja vlen shumë sepse është afër me Tiranën. Mund vini me makinë dhe mund bëni tax free, që është opsioni tjetër, dhe keni plot brende, dyqane interesante që në Tiranë nuk janë, ose koleksionet përkatëse nuk janë në Tiranë. Nuk e di çfarë sjell në Tiranë, duket çangele. Por vetëm keni parasysh, është ora gati 2 dhe gjithë dyqanet janë mbyllur, është e diel. Kështu që ndoshta nuk e di, a ja vlen shumë fundjava, më mirë ndoshta gjatë javës. A do hapen sot? Ja prit të shoh? Jo. Më duket se e diela qeka edhe në mes të qendrës, qeka ditë pushimi.
Për këto na thanë që janë super yummy. Dhe pastaj janë ca gjëra tjera, por që tu mire tha Hekri futesh pa diabet dhe del me diabet. Hekri është duke marrë bukën e pashkës me pistakjo, tani do shohim me debat. Do jenë në shtëpi më saktë. Ja pra, overdoza jon. Pa tjetër që do e marrim dhe me vetë. Po ndoshta mbaron sot. Ka ti po. Futesh ti gjëre. Atletet e kujt po vesh më bato? Hë? Au? Po, dhe mi marrë Adidas, atë që e ka budorat. Ja, Bato është duke luajtur me karrocën këtu në apartament. Bato! Po ne hapëm këto gjërat që morëm. Hekër, sa kushtuan këto se harrova 28 euro. 22 euro këto të treja. Dhe sigurisht kjo buka e pashkës me pistakjo. Që po presim ta ham. Hekri inauguroi fare. Hajde Hekër, na trego live një review me që Nertili. Do shkosh deri në Londër, po pra, shko deri në Londër dhe rrife. Ha. Ha. Po, jo. Nuk shkojmë Londër ta rrafin, domethënë. Është ndjetë gjallë për kësaj. Sfoljatës. Sfoljatës si baklava është, më pak. Hajtë bëf mirë pra. Hekri tha, baklava me krem, tha, kështu që finally jemi në shtëpi, qa lodhje më njerëz. Por gjithsesi kjo lodhje ja vlen. Më mirë të lodhesh tu se sa të lodhesh në shtëpi, si thu Hekri ti? Po shkom, po i qon foton në Ertilit, ë? Hej, ja ku jemi sërish. Kemi dalë, pasi bëm një pauzë e përkthyer në fjetëm. Këtuam nga fakti që Bato fjeti dhe fjetëm dhe ne. Vetëm problemi i vogël është se e lam të flinte pak më shumë se ç'duhet, sepse edhe neve na kishte zënë gjumi tull fare. Unë po flija me Baton në dhomë, kurse Hekri po flinte në sallon. Dhe pastaj u zgjua Bato, shkarkova videot nga kamera dhe i dham për të ngrënë Batos. Kishim në shtëpi, sigurisht të gatshme, nuk është se kemi gatuar ne, po i kishim marrë në restorant një stup, gjithashtu kisha marrë dhe bolognezën që hëngrëm sot në drek, që morëm për Baton dhe ishte shumë e mirë dhe e morëm sërisht dhe kur Bato shef pasta bologneze, pra me mish të grirë ragu, hape vëndu futu. Po bia akoma pak fareshi, por shpresoj të jetë vetëm një re. Sërisht jemi duke shkuar në një lagje që na kanë këshilluar jo ChatGPT, por ndoshta mund kemi qenë already aty duke ecur, sepse ajo është, okay, sepse me çfarë po kuptoj unë gjithë pjesa e atraksionit, pjesa e madhe e atraksioneve, nuk po them çdo gjë, rrotullohet rreth sheshit Aristotel, si desha të thoja pjaca në italisht, portit, White Tower dhe kësajt si promenadë e gjithë tyre gjërave të tjera, se ja futa frëngjisht italisht gjitha gjërat bashkë, po nise. Megjithatë do mundohem që të bëj search të detajuara dhe t'ja u vendos locationat e gjithë këtyre ditëve, këtyre dy ditëve, pavarësisht se ndoshta nuk ja u kam thënë me zë, në mënyrë që dhe ju të dini në rast se do vini këtu, ku kemi qenë dhe nëse do keni dëshirë të shkoni po tek ai vend. Thotë Hekri që sa pa ujë Bato filloi duke lëshuar zëra. Këto semaforët këtu për këmbësorët janë shumë të shkurtër, domethënë duhet hidhesh, kalosh shpejt se se kalon me një herë kuqe. Sot deti është kështu i qetë cili qenë, po kështu
flat, i shesht komplet. Po i thoja madje mbrëm Hekrit se si a bëjnë këto në rast se ngrihet shumë niveli i detit, sepse deti është shumë afër me pallatet. Shikoni, këtu janë pallatet dhe këtu ku jam unë, jam një këmbë larg detit. Dhe gjithashtu po thonem Hekrit se mund të jetë e rrezikshme, për shembull, ti del për ndonjë festë dhe patyshim ndoshta mund të kesh pirë ndonjë gotë më shumë dhe piu bie këtu. Duke shkuar tek ajo lagja që si përfundimisht e zona ku kemi qenë sot gjatë gjithë kohës, pra dolëm në konkluzionin që thashun. Por shikoja me vëmendje këtë White Tower, këtë kullën këtu të Selanikut, dhe thoja me kam gjan. Por pastaj mbasi lexova dhe atë informacionin mbi arkitekturën e kullës, më kujtua që është dhe në Stamboll Galata Tower dhe i ngjan pak. Është dhe në Durrës. Po, është dhe në Durrës faktikisht, ngjan shumë dhe ma të Durrësit. Po ajo është Kosromaki, kurse këto e kanë ndërtuar otomanët. Dakor, po them kretë nga Romakët i kanë marrë. Një legjend tjetër që më duk shumë interesante, por legjend, thonin që këtu afër Selanikut ka ekzistuar një dragua që vinte dhe terrorizonte gjithë qytetin dhe që Na ishim pak si të terrorizuar. Ai dragu. O hekër. Tani me njëherë u teletransportuam në Game of Thrones, po madje House of the Dragon. Dhe siç po thoja, kishte dalë një trim që kishte shpëtuar, e kishte vrarë këtë dragojën dhe kishte shpëtuar gjithë qytetin. Pra, po ai aty kishte shtëpi. Ku kishte? Ishte dera kuqe aty. Te dera kuqe aty. Po, aty ai ishte. E po mirë si të thuash ti. Duke shkuar për t'i marrë lekët ishte dhe nuk don as të rinë krah, nuk don të rinë karrot, do teci, po për tec tamam rëzohet, do më thënë, bën 2 hapa rëzohet, kështu që e pa dhe vetë. Sa po kaluam kullën e Selanikut, pra dysha të thoja Thesalonikut. Gjithashtu sa po kaloni kullën gjeni muzeun arkeologjik dhe muzeun bizantin. Këtu është zona e këtij lloji tipologjie të muzeut. Tani jemi duke shkuar në një nga spotet më të fotografuara të Selanikut dhe do t'ju tregojmë për pak. Jemi tek çadrat e Selanikut. Është një nga instalacionet më të fotografuara. Sigurisht ndoshta në perëndim do jetë akoma dhe më bukur. Por që edhe natën e këndshme. Njerëzit që kanë duke bërë foto, duke kapur dorezat e çadrave, ja dhe bato me hekri. E ka marrë brullshëm, shikohe. Këtu që ka një bar me tem Pinocchio, që ka shumë i bukur. Dhe kjo është kisha e Aga Sofis. Rrethimi i kishës që ka i hapur, kur mund vini besoj edhe me karroz, se shoh ca që si hyrje për karrocat.
Jemi duke vazhduar duke humbur në qendrën e Selanikut në mënyrë që edhe Baton ta zë pak gjumi. Sot po rebelohet pak me gjumin, por nuk i vë faj sepse ka fjetur deri në 5. Pra është ndërtuar fillimisht si kish dhe po më thoshte Ekri që në 1500-ën, ja ku lëshoj dhe Bato, është bërë xhami. Sa po gjetëm një version të Selanikut, të Time Out Market, kur kemi qenë në Lisbon, dhe që ka shumë bukur, vetëm se që kam pjesa më madhe e mbyllur, për shkak se është e diel dhe u marrë vesh të diela. Morëm pak kosa dhe vumë Baton që të flej, por që ka shumë cool. Kjo quhet Mondiano Agora dhe është nga 1922. Po na vi ka shumë keq që kemi humbur këtë gjë, sepse siç e keni vënë re nga vlogjet, ne kryesisht eksplorojmë shumë lloje të ndryshme të street foodit, sepse lidhem pak edhe me Hekrin dhe me pasionet e tij për ushqimin dhe me punën dhe gjërat. Dhe ja ku kthehem në shtëpi. Pas nuk e di sa mira kilometrash kemi bërë sot në darkë, që ta dinte gjumin Bato, pastaj vendosëm të uleshim diku të hanem diçka dhe ta mbyllim ditën në këtë mënyrë. Kam bërë natë dhe mbën shumë, por ja vleti shumë, mund të kemi zbuluar çdo rrugëzje të mundur këtu në qendër të Selanikut. Tani, konkluzionet si gjithmonë pas çdo udhëtimi, dhe ja ku jam këtu me një Cola Zero sepse ka ngel ushqimi këtu në stomak, edhe pse mund të them që si gjithmonë ushqimi në Greqi nuk shkënjen asnjëherë. Një nga ushqimet më të mira ever, kudo që të hani mirë, si kafja është e mirë, si ushqimi është i mirë, ëmbëlsirat janë të mira, çdo gjë. Dhe ky është aspekti pozitiv i Selanikut. Gjithashtu nëse doni të bëni shopping, keni mira dyqane, nuk pash dyqane shumë luxury, pra shumë expensive me brende shumë të mëdha të tjerë, ndoshta mund të jetë ndonjë rrugë e vogël që ka ato, se nuk i dihet asnjëherë, por kryesisht niveli i mesëm i poshtëm kishte plot dyqane, brende, si ato që i gjen në vende të tjera, si dyqane më të veçanta, ishte full dhe kjo e bën një destinacion shumë të mirë afër Shqipërisë nëse doni të bëni shopping, duke patur parasysh se mund të përfitoni edhe nga tax free-ja. Pastaj, gjë tjetër pozitive përveç ushqimit dhe shoppingut është atmosfera për të dalë në darkë, edhe sikur nuk doni të shkoni të kërceni, por thjesht doni të hani në vende të caktuara, në vende të lezetshme, buzë detit, të pini një koktejl të mirë, ose ku gjë një kafe, çdo gjë, atmosfera në darkë është fantastike, është shumë e bukur. Dhe unë do ta ndaja Selanikun në 2 opcione. Opcioni i parë është fundjava me familje në një vend të lezetshëm, por të qetë, dhe fundjava për shopping dhe jetë nate ta quajmë. Për një çift, në të 2 opcionet mendoj që është shumë nice. Nuk do të thotë që të dyja nuk mund të bëhen merge, të bashkohen, mund të bashkohen patjetër që po, por që unë e shikoj në këto 2 aspekte. Dhe siç ju thash dhe pak më parë në vlog, që nuk është Selaniku qyteti që do lini mend që s'keni parë ndonjëherë, do të keni parë si Selaniku dhe pjesë në qytete të tjera, por gjithë këto aspektet pozitive e bëjnë që ju të vini në Selanik, edhe ne mund të jetë dhe herë të tjera që mund të vim për një nga arsyet e tjera që ju treguam. Ndërsa një aspekt negativ që mua nuk më pëlqeu dhe më duk shumë çudi ishte fakti që këtu realisht të dielën çdo gjë është e mbyllur. Në sensin, dyqanet për shopping janë të mbyllura, supermarketet e mëdha janë të mbyllura, të vetme që punojnë janë kafet dhe restorantet, çdo gjë tjetër është komplet e mbyllur. Kjo më bëri shumë përshtypje sepse si në Itali, si në Spanjë kam kohë pa shkuar faktikisht, por si në Portugali, në Francë, në gjithë të vendet e tjera, të dielën hapen
mund të jetë orari pak më i shkurtuar, mund të hapen pak më vonë, po hapen. Këtu ishte kategorike asgjë nuk ishte hapur, kështu që ajo tentativa që thash mbrëmë unë për shopping sot, iku, dështim total. Është një qytet perfekt edhe si që thash për pushime familjare, është shumë carrots friendly, pra do lëvizni nëpër qytet pa problem fare. Ka plazhe afër, mund të vizitoni kopshin zoologjik që ne nuk arritëm sepse ne jemi mu në qendër dhe makinën e kemi parkuar, vështirësitë për parkim ja u treguam dhe nuk kishim ndërmend ta lëvizim makinën. Pastaj keni disa lloj muzesh që në bazë të moshës së fëmijës mund të shkoni, është dhe ai iluzionit, ishte ai i selfit, siç ai ishin ca gjëra që mund të udhtohen fëmijët. Por ka realisht shumë aktivitete, mjafton vetëm të vini pak më shumë të informuar se që erdhëm ne, por edhe nëse doni, thjesht të vini, të ndroni vend, të ecni, të shikoni diçka ndryshe, të pini një kafe, të hani diçka ndryshe, Selaniku është perfekt, nuk i lodh shumë, nuk do jeni me atë ndjesin erdhëm këtu dhe nuk pam asgjë. Mjafton të hecni të zbuloni rrugicat e qytetit dhe ju çojnë realisht në të gjitha pikat e atraksionit, sepse sot në darkë zbuluam që kemi qenë pothuajse në pjesën më të madhe të gjërave këtu në qendër. Mirë. Unë do vazhdoj të paketoj gjërat, sepse nesër do nisemi shumë herët, do shpresojmë që Bato të sillet mirë rrugës, sepse janë gati 6 orë kthim, dhe më pas si unë si Hekri do rikthehemi me një herë në punë, pas dreke, do vi mami që ta mbaj nga ora 3 Baton, dhe paketojmë gjërat. Shpresoj që këto vlogjet ju kenë pëlqyer. Mos harroni të na ndiqni, të bëni koment, të na lini komente, likes e tjera dhe ju përshëndes.